Përshëndetje! Sot kemi me përgatit një ëmbëlsirë shumë të lehtë që ka pak përbërës, po ka shumë shije. Këtë ëmbëlsirë ua rekomandoj me përgatit edhe për festën e Bajramit, sepse përgatitet shumë lehtë edhe është sasi e mjaftueshme për mysafir. Fillimisht e përgatisim pudingun. Këtu i kam 700 ml qumsht, të cilat i vendosim për të bluar, ku në të pastaj do e hedhim pudingun. Po i marr edhe 100 ml prej kësaj, që të kemi në total 800 ml qumsht, në të cilën do t'i tretim 3 pudinga nga 40 gram. Qumshtin e vendosim për të vluar. Derisa qumshti të vloj, e përgatisim edhe pudingun. Këtu i kam që tregova 3 pudinga të vanilës. Do i hedhim edhe sheqer, këtu kam 4 lugë gjelle sheqer. Sheqeren mund ta përshtatni sipas shijes tuaj. Pudingun dhe sheqerin do e tretim me 100 ml qumësht. E përzijej mirë derisa pudingu dhe sheqeri të treten komplet, në mënyrë që kur ta shtojmë tek qumshti të mos kemi kokra. Pudingu dhe sheqeri janë tretur komplet, presim sa ta vloj qumshtin për t'i përzirë të dyja së bashku dhe për të fituar kremin, që është pjesë e rëndësishme e ëmbëlsirës që ne do e përgatisim. Qumështi ka vluar. Tani pudingun që e kemi tretur më herët e përzijim prap dhe e hedhim tek qumshti i vluar. Për ta përzirë me qumshtin, do ta përdorim një tel kuzhine më të madh, sepse e kam përzirën më të lehtë. Pudingun e kthejmë përsëri që të vloj, duke e përzirë vazhdimisht në mënyrë që të mos krijohen kokëra. Vendosim përsëri për të vluar dhe pastaj kthehemi kur pudingu të jetë gati. Pudingu ka vluar dhe e ka marrë trashësinë që neve na nevojitet. Tani për ta ftohur më shpejt, po e kaloj në një enë tjetër, ku pastaj do i shtojmë edhe gjalpin. Tek pudingu do të hedhim edhe 150 gram gjalp, tek pudingu sa është ende i ngrohtë, e pastaj do e tundim me mikser që ta marrë një pamje më të mirë. Tani do ta përgatisim kadaifin, ku do e skuqim në një tigan. Kadaifin që unë po e përdor është edhe vetë i skuqur, mirë po preferoj me skuq edhe një herë, se pastaj do ta bëjmë bashkë edhe me arra. E shtypim kështu me duar. Sigurohemi që e kemi shtypur mirë. Kadaifin e kemi gati për të shtuar gjalpin. Do e skuqim me 50 gram gjalp. E vendosim për ta skuqur tani. Kadaifi është gati. Këtu pra keshëm 250 gram kadaif, të cilit do t'i shtojmë tani edhe 150 gram arra që i kom blu paraprakisht. I përzijej mirë mes vete. Edhe kadaifi është gati, sipas dëshirës. Kur të bëni skuqjen e kadaifit, mundeni me i shtu edhe sheqer. Ne nuk e kemi shtuar kësaj radhe për shkak që për neve është mjaftueshëm sheqeri që gjendet tek pudingu edhe tek biskotat po ashtu. Atëherë vendosim kadaifin e përgatitur anash dhe marrim tepsinë në të cilën do ta bëjmë renditjen e biskotave.
biskotat i rendisim në këtë mënyrë. Nëse tepsia juaj nuk është mjaftueshëm për një biskot, mund ta ndani biskotën në mes ose çdo që t'ju përshtatet për formën e tepsisë tuaj. Tepsia që po e përdori unë janë Twinite Fix. Atëherë kjo është shtresa e parë me biskota, të cilat paraprakisht do t'i ulem me qumësh të ftohtë. Sigurohemi që i kemi ulur të gjitha biskotat. Do të fillojmë që ta hedhem pudingun që e kemi përgatitur më herët. Pudingu është ftohur vetëm derisa ne e kemi përgatitur pjesën tjetër, domethënë nuk është krejt i ftohtë, sepse edhe nuk duhet me qenë krejt i ftohtë. E vendosim masën me puding sipër biskotave, po i hedh në fillim 2 nga kjo luka, për të parë nëse do e kemi mjaftueshëm. Me ndihmën e një shpatulle e shpërndajmë. Derisa të shohim që të gjitha biskotat janë të lyera me puding. Unë këtu kam vendosur gjithsej 12 biskota. Sigurohemi që e kemi shpërndar pudingun në mënyrë të barabartë dhe ka sasi të mjaftueshme. Tani do t'i hedhim kadaifin që e kemi përgatitur. Kadaif e shtojmë derisa të mbulohet i tërë pudingu. Vazhdojmë tani me shtresën e dytë, ku prapë do ta përsërisim procedurën e njëjtë, biskota, krem, kadaif. E përsërisim prapë procedurën. Edhe tash e kemi pjesën e fundit të shtresës me biskota. Tash i rregullojmë skajet e ëmbëlsirës me ndihmën e shpatullës së kuzhinës, duke e tërhequr kremen dhe kadaifin që kanë mbetur në fund të tepsisë për t'i mbuluar mirë skajet e ëmbëlsirës. Edhe duket më bukur, edhe kreme ngjitet tek biskotat. Tash ëmbëlsirën e kemi gati, do e kalojmë në frigorifer të qëndroj për disa orë. Zakonisht unë preferoj që të gjitha ëmbëlsirat që i përgatis t'i la në frigorifer gjatë tërë natës. Kështu është pamja finale që po duket. Të shohim pas qëndrimit në frigorifer se do ta merr formën. Ëmbëlsira është ftohur. Tash do e prejmë edhe të shohim si ka dalë. Dhe ëmbëlsira kështu po duket në fund. Krema ka tërsinë e duhur, biskotat janë ngjitur me zvete, edhe po duket e bukur, edhe ka shumë shije.